Njëri thot, hajta zbulojmë, hajta degenerojmë babën, hajta vrasim babën. Dy tjerë thonë, jo, do ta mbrojmë, do ta mbulojmë, do të kujdesemi për të, do ta shërojmë, do ta lartësojmë, do ta nderojmë babain, jo në mëkat, por në këtë moment dhimbje. Kështu që këto dy bij marrin mantelin dhe marrin një mantel me cilin babai i tyre mbuloi dhe babai është atje. Dhe këta ecin kështu mbrapsht. Ecin mbrapsht, më runi që të mos bie. Jemi tek tema e mbrojtjes, po? Eci dhe pak. Pra marrin mantelin, ecin mbrapsht që të mos shikojnë me sytë e tyre lakurisinë e tjatit dhe mbulojnë me mantel babain e tyre. Ata nuk e mohuan realitetin miq, por zgjedhin nderimin përkundrejt ekspozimit. Ata nuk thanë nuk ka ndodhur. Ata thanë ne nuk do ta përdorim këtë rrëzim për të turpëruar babain. Kjo histori nuk është vetëm për një familje, por është pasqyra e natyrës njerëzore. Sepse çdo njeri ka këto dy impulse, ose të zbuloj dhe të degeneroj dhe të plagos dhe të shkatroj, ose të mbuloj, të shëroj, të kujdeset, të kuroj, të mjekoj. Dhe Bibla thot dashuria, si vazhdon, mbulon një shumicë mëkatesh. Jo për ta fshehur mëkatin, të keqen, jo për të mos u marrë me të keqen dhe mëkatin, por për të ruajtur dinjitetin, për të mos ulur standardet. Ndaj, tre mësimet e mëdha të këtij momenti janë: mos e ndërtoj identitetin tënd mbi dobësinë e dikujt tjetër. Kami u ndje më lart se jati i tij sepse e pa jatin poshtë. Ky është një nga tundimet më të rrezikshme të ndihesh i drejtë sepse dikush tjetër gaboi. Së dyti, nderimi nuk varet nga përsosmëria e tjetrit. Unë nderoj vllain dhe nderoj motrën pavarësisht ku janë ata. Noeu ishte i drejtë, por u rrëzua. Semi dhe Jafeti nuk thanë, baba nuk meriton nderim tani. Hajde ta nxjerrim jashtë tendës. Hajde japim shkelm dhe ta hedhim në ujë. Ata nderuan jo sepse ishte i përsosur, por sepse ishte babai i tyre. Ishte babai i tyre. Miq, duaj ta afërmin tënd si veten tënde. Dhe kur Jezusi pyetet, po kush është i afërmi im? Na del një zgjuar aty. Jezusi tregon historinë e Samaritanit mirë. Këtu e keni përgjigjen. I afërmi ishte i huaj, i panjohuri, jeta e cilit dhimbte. Ta vazhdojmë apo ta lej këtu që ta vazhdojmë në orën 11? Atëherë, po e vazhdojmë edhe pak. Nderimi nuk është reagim ndaj përsosjes, por është zgjedhje e karakterit. Ndaj, nderoni, leroni, kini sjellje nderuese në familje, kini sjellje nderuese në kish, kini sjellje nderuese ndaj autoritetit. Një nga 10 urdhrimet: nderoje babën dhe nënën, që të kesh ditë të gjata mbi dhe që të kesh bekimin e Zotit me fjalë tjera.